Ka momente në jetë kur njeriu lodhet aq shumë sa fillon të besojë se Zoti e ka harruar. Lutjet duken bosh, zemra bëhet e rëndë dhe nata duket më e gjatë se kur. Por, po sikur kjo periudhë e errët të mos jetë fundi. Po sikur dhimbja që po përjeton të jetë pikërisht shenja që diçka po ndryshon në prapasken. Nëse kjo video të doli sot, ndoshta nuk është rastësi. Ndoshta ishte koha që ta dëgjoje këtë mesazh. Ka një lodhje që nuk shërohet me gjumë. Një lodhje që nuk vjen nga trupi, por nga shpirti. Është ajo ndjesi kur zgjohesh në mëngjes dhe nuk ndihen më forcën për të vazhduar si më parë. Njerëzit rreth teje mund të buzëqeshin, të flasin normalisht, të vazhdojnë jetën, por brenda teje diçka është rënduar. Shumë njerëz kalojnë vite duke fshehur dhimbjen e tyre. Ata vazhdojnë të ecin, të punojnë, të flasin me të tjerët, por në heshtje ndihen të zbrazët. Dhe momenti më i vështirë është kur fillon të mendosh se ndoshta Zoti nuk po të dëgjon më, por ka diçka që shumica nuk e kupton. Ndonjëherë periudhat më të errta të jetës nuk janë shenjë braktisjeje, por përgatitjeje. Ka ndryshime që fillojnë në heshtje, ka betejë shpirtërore që askush nuk i sheh, dhe pikërisht kur mendon se gjithçka po mbaron, mund të jetë momenti kur diçka e madhe po fillon të lëviz në prapasken. Ka momente kur heshtja bëhet më e rëndë se vetë dhimbja. Ti lutesh, por nuk merr përgjigje. Pret një shenjë, por gjithçka duket bosh. Dhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë fillon të lindë një pyetje e frikshme brenda teje. Po sikur askush të mos më dëgjoj. Shumë njerëz humbasin shpresën pikërisht në këtë fazë, jo sepse nuk besojnë më, por sepse janë lodhur duke pritur. Ata shohin të tjerët duke marrë bekime, duke gjetur paqe, duke ndryshuar jetën, ndërsa vetë ndihen të harruar në errësirë. Por e vërteta është se heshtja nuk është gjithmonë mungesë përgjigjeje. Ndonjëherë Zoti punon në mënyrë të padukshme. Ka procese që ndodhin larg syve tanë. Ka dyer që po hapen ngagal. Ka rrethana që po ndryshojnë pa e kuptuar ti. Problemi është se njeriu kërkon prova të menjëhershme. Kërkon të shohë menjëherë ndryshimin, por shpesh mrekullitë fillojnë në heshtje. Ashtu si nata bëhet më e errët pak para agimit, edhe jeta shpesh kalon në përheshtje, para se të vijë përgjigja që ke pritur për kaq gjatë. Ndonjëherë njerëzit presin një mrekulli të madhe, dhe për këtë arsye nuk arrin të shohin shenjat e vogla që fillojnë të shfaqen çdo ditë. Një fjalë që dëgjon pa pritur, një ndjesi e çuditshme qetësie në mes të kaosit, një takim që duket rastësi, një derë që mbyllet për të mbrojtur nga diçka më e keqe. Shumë herë Zoti nuk flet me zë të fortë. Ai flet përmes detajeve që vetëm zemra e lodhur mund t'i ndiejë. Dhe pikërisht kur mendon se gjithçka është kundër teje, fillojnë të shfaqen lëvizje të vogla që tregojnë se nuk je vetëm. Ka njerëz që pasi kaluan periudha të vështira, kuptuan më vonë se disa pengesa ishin në fakt mbrojtje. Disa vonesa ishin shpëtim, disa largime ishin bekime të fshehua, por në momentin e dhimbjes, ata nuk arrinin ta shihnin këtë. Ndoshta edhe në jetën tënde po ndodhin gjëra që sot nuk i kupton. Ndoshta ajo që të lëndoi nuk erdhi për të shkatëruar, por për të larguar nga një rrugë që do të thyente edhe më shumë. Jo çdo humbje është dënim, disa humbje janë drejtim. Dhimbja ka një mënyrë të çuditshme për ta ndryshuar njeriu. Në fillim të thyen, të lodh, të mbush me pyetje dhe frikë. Por në disa raste, pikërisht ajo periudhë që mendove se do të shkatëronte, fillon të transformojë nga brenda. Ka njerëz që pas neteve të gjata të ankthit zbuluan një forcë që nuk e dinin se e kishin. Ata filluan të shohin jetën ndryshe, filluan të largohen nga njerëz që u merrnin paqen, filluan të kuptojnë se jo çdo derë duhet ndjekur, jo çdo person duhet mbajtur afër, jo çdo luftë duhet fituar. Dhe këtu ndodh diçka e rëndësishme. Shpirti fillon të pastrohet nga gjëra që e rëndonin prej kohësh. Krenaria fillon të bjerë, frika fillon të humbas forcën, dhe zemra, edhe pse ende e plagosur, fillon të bëhet më e fortë. Shumë njerëz luten që jeta e tyre të ndryshojë, por nuk e kuptojnë se ndonjëherë ndryshimi fillon së pari brenda tyre. Sepse para se të ndryshojnë rrethanat, duhet të ndryshojë mënyra si e sheh veten, dhimbjen dhe të ardhmen tënde. Dhe ndoshta kjo periudhë e vështirë po të përgatit pikërisht për këtë transformim. Një nga dhimbjet më të mëdha është kur askush nuk e kupton atë që po kalon.
Njerëzit të shohin duke buzëqeshur dhe mendojnë se je mirë, të dëgjojnë duke thënë jam në rregull dhe nuk e imagjinojnë sa net pa gjumë ke kaluar në heshtje. Ka beteja që zhvillohen vetëm brenda shpirtit, frikra që nuk i tregon askujt, mendime që të rëndojnë çdo ditë. Dhe ndonjëherë, lodhja më e madhe nuk vjen nga problemet, por nga fakti që duhet të dukesh i fortë ele kur je duke u coptuar nga brenda. Por pikërisht në ato momente, njeriu fillon të afrohet më shumë me anën e tij shpirtërore, sepse kur bota nuk arrin të kuptojë, zemra fillon të kërkojë diçka më të thellë, fillon të kërkojë paqe, kuptim, një arsye për të vazhduar. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kjo video të doli sot, jo për rastësi, por sepse ka njerëz që kanë nevojë të dëgjojnë se nuk janë vetëm në këtë betejë të heshtur. Ka momente kur shpirti lodhet aq shumë sa një mesazh i vetëm mund të bëhet drita që e ndihmon të mos dorëzohet. Ka një moment në jetën e shumë njerëzve kur gjithçka duket sikur po shembet njëkohësisht. Planet nuk funksionojnë, dyert mbyllen, njerëzit largohen, dhe ajo që dikur të jepte forcë fillon të humbas kuptimin. Në ato qaste, mendja mbushet me frikë. Fillon të mendosh se ndoshta nuk do të dalësh kurrë nga ajo errësirë. Disa njerëz madje fillojnë të besojnë se jeta e tyre nuk do të ndryshojë më kurrë, dhe pikërisht aty, në pikën më të ulët, shumë zemra dorëzohen. Por historia e shumë njerëzve që sot jetojnë në paqe, filloi pikërisht në atë vend të errët, sepse ndonjëherë jeta të çon në fund jo për të shkatruar, por për të detyruar të rilindësh ndryshe. Ka gjëra që nuk mund të ndërtohen mbi versionin e vjetër të vetes. Kur gjithçka thyhet, njeriu fillon të kuptojë çfarë ka vërtet rëndësi. Fillon të kuptojë se disa njerëz ishin vetëm kalimtar, disa ëndra nuk ishin për të, dhe disa humbje erdhën për të krijuar hapësirë për diçka më të madhe që ende nuk ka ardhur. Ndoshta nuk e sheh ende, por edhe kjo periudhë mund të jetë fillimi i një kapitulli që do të ndryshojë jetën tënde. Edhe kur zemra është lodhur, ekziston një pjesë e vogël brenda njeriut që vazhdon të kërkojë dritë. Është ajo ndjesi e heshtur që të thotë të mos dorëzohesh ende. Është arsyeja pse edhe pas gjithë dhimbjes ti vazhdon të kërkosh përgjigje, vazhdon të lutesh, vazhdon të shpresosh, edhe kur nuk ke më forcë. Dhe kjo nuk është dobësi, përkundrazi, është shenja që shpresa ende jeton brenda teje. Ka njerëz që humbën gjithçka, por nuk humbën besimin, dhe pikërisht ai besimi vogël i ndihmoi të kalonin periudhën më të errët të jetës së tyre. Sepse ndonjëherë nuk duhet një forcë e madhe për të vazhduar, mjafton një shkëndije vogël drite në mes të errësirës. Ndoshta sot nuk e sheh rrugën qartë, ndoshta ende nuk e kupton pse ndodhen kaq shumë gjëra të vështira, por fakti që je ende këtu, që po dëgjon këtë mesazh, mund të jetë prova që historia jote ende nuk ka përfunduar. Ka bekime që vijnë ngadalë, ka ndryshime që fillojnë pa zhurmë, dhe ka momente kur jeta transformohet pikërisht pasi njeriu mendoi se kishte humbur gjithçka. Mos e nënvlerëso fuqinë e një shprese që refuzon të vdes. Ndonjëherë njerëzit mendojnë se gjithçka në jetë është rastësi, një video që shfaqet papritur, një mesazh që prek zemrën në momentin më të vështirë, një fjali që duket sikur është shkruar pikërisht për ta, por ka raste kur shpirti ka nevojë të dëgjojë diçka në kohën e duhur. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ti je këtu sot. Ndoshta ke kaluar net të gjata duke menduar në heshtje. Ndoshta je lodhur duke u dukur i fortë përpara të tjerëve. Ndoshta zemra jote ka mbajtur më shumë peshë se sa njerëzit e kuptojnë. Por dëgjoje këtë me kujdes. Jo çdo periudhë e errët zgjat përgjithmonë. Ka momente kur jeta ndryshon papritur. Ka dyert që hapen kur nuk e pret më. Ka paqe që vjen pasi mendove se nuk do ta ngjeje më kurrë. Dhe shpesh, transformimi fillon pikërisht pasi njeriu kalon periudhën më të vështirë të jetës së tij. Mos harro, edhe nata më e gjatë përfundon me agim. Nëse kjo video preku zemrën tënde, shkruaj në komente. Unë ende besoj. Sepse ndonjëherë, një shpirt që vazhdon të besoj edhe në errësirë, është më i fortë se çdo stuhi që ka kaluar.